Përshëndetje, që përshëndeson Mimoza Elezi dhe jam përsëri këtu me leximin e defterit të Sanxhakut të Dukagjinit. Përse pikërisht mundohem të shfaq të gjitha këto dokumente të shkurtra, të përmbledhura ashtu siç janë përkthyer dhe që janë regjistruar dhe që gjenden në arkivat e Turqisë. Mundohem të shfaq sepse defteri Sanxhakut të Dukagjinit është një burim themelor, është një burim kryesor për studimin e historisë të Ballkanit Perëndimor për sa i përket periudhës osmane. Në regjistrin e Sanxhakut të Dukagjinit gjejmë shënime dhe regjistrime të dokumentuara fiskale, administrative mbi trojet shqiptare, mbi popullsitë shqiptare, mbi fshatrat shqiptare. Dhe këto janë dokumentet më kryesore që i përkasin shekullit të 15 dhe 16. Dhe në bazë të këtyre regjistrimeve, ne arrijmë të shikojmë burimet ekonomike dhe gjithashtu përbërjen e fshatrave dhe cilës fe i përkisnin shqiptarët në këto troje në atë kohë. Ndërmjet regjistrimeve që gjenden në defterin e Sanxhakut të Dukagjinit, arrijmë të analizojmë strukturën sociale, përbërjen fetare dhe etnike, si dhe organizimin e timareve dhe të sistemit administrativ të Perandërisë Osmane. Në defterin e Sanxhakut të Dukagjinit gjejmë burime të mjaftueshme dhe të vlefshme për vazhdimësinë e vendbanimeve shqiptare të fshatrave shqiptare, të strukturës së fshatrave shqiptare dhe të popullsisë shqiptare të zonës së Dukagjinit. Defteri Sanxhakut të Dukagjinit gjithashtu është një burim kyç për rindërtimin e gjeografisë historike të Dukagjinit dhe të zonave përreth tij. Për këtë arsye, defteri Sanxhakut të Dukagjinit konsiderohet si një nga dokumentet më të rëndësishme të kohës së Perandërisë Osmane për sa i përket trojve shqiptare. Dhe sot përsëri vazhdojmë pa e zgjatur me leximin e përbërjes së kryefamiljarëve të fshatrave të nahijës së Dukagjinit. Sot jemi tek fshati Brajković. Pra si shikojmë në këto regjistrime, kemi disa fshatra që akoma edhe sot ekzistojnë dhe mbajnë pothuajse të njëjtin emër ose emër të ngjashëm, por gjithashtu në regjistrimin e Sanxhakut të Dukagjinit shohim edhe disa fshatra që sot ato nuk ekzistojnë dhe emrat e tyre biles nuk janë trashëguar. Patjetër që në atë kohë janë regjistruar të fshatra të cilët në një fshat kishte mbi 10 familje e sipër. Duke u bazuar tek luftërat e shumta që janë bërë, tek smundjet që kanë përfshirë popullsinë në ato kohë nga emigrimet të ndryshme etj, disa fshatra janë zhdukur, disa fshatra të vegjël janë bashkuar, disa fshatra kanë ndryshuar edhe emrin. Sot do të shikojmë fshatin Brajković, sipas regjistrimeve, ai fshat akoma edhe sot ekziston dhe mban emrin Brekovac. Pra, një nga fshatra që nga ajo kohë sot akoma ekziston. Do të shikojmë strukturën e fshatit, përbërjen e fshatit, emrat e kryefamiljarëve të asaj kohe, çfarë prodhonin dhe taksat që ato paguanin. Pra, jemi tek fshati Brajković dhe vazhdojmë. Fshati Brajković, sipas regjistrimeve të vitit 1571, që mvaret nga rudina e tij, sot ai fshat ekziston dhe ai fshat i përkset zonës së Gjakovës dhe sot quhet fshati Brekovac. Banorët e fshatit Brajković, pra ose sot Brekovac, ishin Tusha Dida, Pejo Koka, Prend Deja, Miqa Miqa, Stefan Biba, Benk Koka, Gjon Deja, Noja Lika, Tola Koka, Biba Koka, Prend Miqa, Lika Doçi, Prend Andrea, Gjika Miqa, Nina Biba, Deja Mara, Deja Gika, Pal Andrea, Vata Stepa, Koka Miria, Gac Baci, Bishtina e Gjonit në dorën e Gjon Andresë tjetër, Bashtina e Nenadës në dorën e Gjika Miqës. Pra këtu nuk kemi shumë sqarime të thella, por shikojmë që trashëgimia, pasuria ose diçka që i përkiste dikujt nëse ai ishte në kundërshtim me regjimin e asaj kohe të Perandërisë Osmane, patjetër që nga ato merreshin dhe jepeshin dikujt që konsiderohej besnik ose shërbitor gulam, siç e kemi parë në defterin Arvanit. Vazhdojmë. Mica Gjoni, Deda Noja, Noja Nina, Prend Mara, Tola Gika,
Stepa Tola, Gika Deja, Gjon Baci, Mark Gjoni, Nina Noja, Gjon Mara, Gjon Gika, Tola Andrea, Andre Stepa, Gjon Mirja, Gjin Baci. Pra, këto ishin banorët, kryefamiljarët e fshatit sot të quajtur Brekovac në ato kohë, pra në vitit 1570, quaj Brankovic. Dhe ky fshat totalisht kishte 30 shtëpi dhe kishte 10 beqar. Nga këtu nuk kemi shënim që kishte musliman, pra në ato kohë të gjithë banorët të fshatit, siç e shikojmë edhe nga emrat, kishin emra të krishterë dhe nuk ishin përshtatur akoma edhe në ato kohë sistemit të perandorisë osmane. Të ardhurat dhe taksat që paguanin banorët e këtij fshati ishin ispengje, pra ispengje quheshin taksa që paguanin të krishterët. Këtë e kemi shikuar edhe në programet e tjera që kam shfaqur, por po e theksoj për një herë për arsye se mund të jetë ndonjë ndjekës i ri dhe thosë se çfarë është kjo. Dhe të ardhurat në ispengje në ato kohë, të ardhurat që paguheshin në akçe. Akçet ishin monedha të vogla, të cilat të ishin monedha sermi dhe paguheshin me monedha sermi dhe në disa raste paguheshin edhe me flori, por patjetër që nëse ishte për shembull 10 akçe, me flori nuk ishte 10 flori, por ishte më pak se floriri kishin një vlerë më të madhe. Dhe taksat që paguanin në ato kohë banorët e fshatit ishin ispengje, 1000 ispengje paguanin. Të ardhurat 1000 ispengje. Paguanin për grur, për 13 barë grur, 650 akçe, për 7 barë elb, 210 akçe, për 18 barë ujem, 360 akçe, për 40 medre musht, 400 akçe. Taksat e govatës ishin 20 akçe. Taksa e barit, pra jemi në faqen 103 të defterit, taksa e barit ishte 150 akçe. Taksa e perimeve ishte 60 akçe. Bidati i derrave ishte 12 akçe. Pa bidati i derrave do të thotë taksa që paguheshin për derrat, ato që familje që rritnin derrat, paguanin taksa. Gjithmonë e kam theksuar, edhe sot derri quhet haram, megjithatë e ka krijuar Zoti, po ne kundërshtojmë edhe ato që krijon Zoti, themi është haram se e ka kriju Zoti, këtë dhe është haram, nuk na përshtatet ne, por nuk është haram të marrim lekun për të. E dhjeta e lirit është 25 akçe. E dhjeta e bletëve është 28 akçe, vlera e kashtës është 25 akçe, mulliri i shkatëruar nuk ka akçe për mullirin e shkatëruar, niabeti, taksa e martesës dhe të tjera janë 60 akçe. Dhe shuma totale që paguaj ishte 3000 akçe. Pra këto ishin taksat që paguan dhe fshati Brajkovic. Në atë kohë sot quhet fshati Brekovac dhe i përket zonës së Gjakovës. Pra siç kam theksuar edhe më parë, mundohem që të përmbledh dhe të shfaq fshatrat një nga një të shkurtra ashtu siç janë dhe programet nuk kalojnë në më tepër se 5 ose 10 minuta si mas përbërjes së fshatit. Po në disa raste kur fshatrat janë shumë të shkurtra dhe nuk bëhet as 3 minuta një program, atëherë mundohem që t'i bashkoj fshatrat. Përse i shfaq kaq të shkurtra një nga një? I shfaq kaq të shkurtra një nga një që të regjistrojmë të gjitha fshatrat dhe gjithashtu të shikojmë se cilat fshatra ekzistojnë sot, si quhen ato fshatra sot, sa banorë kanë ato fshatra sot, duke bërë krahasimin e banorëve të asaj kohe, pra që janë kryefamiljarët, dhe siç e kam theksuar në shfaqjen e defterit të Arvanitit, gjithashtu një familje në ato kohë shumëzohej me 4 ose 5 persona, në përgjithësi fëmijët nën moshën 6 vjeç nuk shënoheshin dhe gjithashtu ato të cilat nuk paguanin taksa nuk shënoheshin. Pra, ato të cilët më kanë ndjekur edhe më parë e dinë, sipas sqarimeve që kam bërë dhe në defterin e Arvanit, që administratorët ishin ato persona të cilat quheshin gulam, pra shërbetor besnik, dhe ato kishin një rëndësi të madhe dhe kishin një vend të rëndësishëm në administrimin e perandorisë osmane, sepse një administrator duhet të ishte shumë i rregullt në shënimin e banorëve të fshatit, të familjeve të fshatit, të ardhurat të fshatit, sepse nëse një administrator në fshat kishte 50 shtëpi dhe ai shënonte 30 shtëpi, do të thotë që perandoria osmane nga ky fshat do të mblidhte taksa vetëm për 30 shtëpi dhe 20 shtëpi nuk do të paguanin taksa.
Nëse një administrator shënonte që në fshat kanë lindur e zojmë 20 djem dhe në fshat kanë lindur 30 djem, pra ato mbanin shënime për këto djem se do të merreshin dhe do të dërgoheshin si ushtar në radhët e Perandorisë Osmane, pra do të rriteshin atje dhe në vend që do të merrin 30 djem, ato do të merrin 20 djem. Prandaj Perandoria Osmane i zgjidhte dhe i vlerësonte shumë administratorët dhe atyre i jepte një pozitë, një rang të plot fuqishëm që të administronin për të mbajtur popullin që mos të bënte kryengritje, të mblidhte taksa të rregullta dhe të jepte informacione të rregullta për sa i përket strukturës dhe përbërjes së fshaterave, lindjeve të fëmijëve, prodhimeve dhe gjithçka e tjetër, sepse ato ishin dora më e sigurt e Perandorisë Osmane. Pra ishte një përmbledhje e shkurtër e fshatit Brajković. Në programin tjetër do të shikojmë fshatin Helmshan, ku kemi përsëri në programin e ardhshëm fshati Helsham, sot i përket zonës së Kukësit dhe quhet fshati Helshani. Pra, do të shikojmë në programin e ardhshëm përbërjen e fshatit Helsham, sipas regjistrimeve të vitit 1570, do të shikojmë banorët e atij fshati, sa banor kishte, të ardhurat që ishin, çfarë paguani, do të shikojmë fshatin Helshanit të sotshëm dhe do të shikojmë ndryshimin. Ato do të shikojmë banorët të cilët sot banojnë në ato fshat. Pra, kush banonin atë kohë, si quheshin atë kohë, cilës fe i përkisin atë kohë, çfarë prodhojnë atë fshat në atë kohë, dhe do të shikojmë se çfarë prodhojnë sot, çfarë bëhet sot, me çfarë merren sot. Pra ju lutem ato të cilët ndjekin programet e mia, ju lutem që të shfaqni programet e mia sa më shumë në rrjetet sociale. Kjo do të jetë një përkrahje për mua sepse ka shumë veta që më komentojnë dhe më thonë bravo Mimozo, të lumt ty edhe stafit tuaj. Unë nuk kam staf, punoje vetme. Lexoje vetme, i përktheje vetme, bëj incizimet e vetme, bëj montazhimin vet dhe i shfaq vet. Pra nuk kam një staf, nuk kam pasur kurrë një staf dhe nuk kam pasur kurrë një përkrahje, qoftë nga shteti, qoftë nga ministria, qoftë nga individët apo nga firmat apo nga shoqatat dhe gjithçka që kam bërë deri tashmë, qoftë me rënjet shqiptare në Turqi, qoftë me programet që bëj, gjithçka më përkasin mua. Prandaj çdo përkrahje nga ana juaj do të ishte një ndihmë për mua. Faleminderit dhe më përpafshim në programin tjetër.